Në fe, martesa konsiderohet që pas besimit është lidhja më e fuqishme, absolutisht, që ndodh ndërmjet njerëzve. Jeta martesore nuk është prallë, nuk është ëndër pjesat dërmuese shkruazimeve, ndodhin pikërisht në vitin e parë të martesës. Që nënkupton se përderisa ndodh në vitin e parë të martesës, atëherë problemi është tek koncepti, mënyra se si kanë konceptuar, si kanë perceptuar martesën. Në fe, martesa konsiderohet që pas besimit është lidhja më e fuqishme, absolutisht, që ndodh ndërmjet njerëzve. Nuk ka asnjë marrëveshje, asnjë kontratë, diçka të tillë që e ka peshën qysh e ka martesa. Prandaj kur disa të rinj i qasin martesës, duke qenë pa përgatitur për sfidat që i pret, nga se jeta martesore nuk është prallë, nuk është ëndër, është një realitet në cilin ka batica dhe zbatica, ka ditë të bardha, ditë të zeza, ka të mira, ka të këqija. Prandaj nëse mungon një parapërgatitje, ndodh kjo. Pra në momentin e parë që humbaj perceptimi prallor për martesën dhe ndeshet me të vërtetën, vjen deri tek divorci, deri tek shkurorzimi. Mirë po, nëse më lejon Ardit, mendoj që na duhet t'i trajtojmë si fenomene, si probleme shoqërore. Ka edhe dy gjëra tjera që janë për t'u shqetësuar dhe që klasifikohen si shkaqe të rrezikshme sa i përket çështjes së divorcit. Shkaku i parë ka të bëjë me ndërhyrjen e prindërve në jetën e të martuarve, në jetën e çiftit. Fetarisht kërkohet që prindrit veçmas të kenë rol pozitiv. Pra qëllimi i tyre duhet jetë që të bëjnë çmos që të garantohet jetëgjatësia, vazhdimësia e martesës, jo ndarja. Ndërsa ne e vrem që fatkeqësisht prindrit janë ndonjëherë shkak se pse një martesë merr fund. Dhe shkaku tjetër është ndikimi nga ideja feministe. Siç po e vrejmë fatkeqësisht mesin ton, feminizmi ka filluar që përhapet si ide, përhapet si praktik, pra që shumë femra tani duke u ndikuar prej asaj idesë feministe se duhet të jenë të pavarura nga burri, se burri nuk duhet të ketë ndonjë prani në jetën e saj, prani të fuqishme që në farë forme të bëjë atë që t'i përmbahet disa rregulla, ose pra me bindje të tilla që ajo duhet ta ketë një lloj lirie të pakurrëzuar, duhet ta ketë burri nuk duhet të ketë asnjë prani në jetën e saj, vihet deri tek shkurzimi. Pra thjesht për shkak se mendojnë që nuk kanë pse t'i përgjigjen një burri, nuk kanë pse t'i japin llogari një burri, nuk kanë pse të bëjnë punët që janë të shtëpisë, nuk kanë. Pra bindje të gabuara për jetën martesore, të cilat sjellin deri tek divorci.